kam bërë dhe me vepra. Vazhdojmë. Vazhdojmë. Dalim të Gimbo. Dalim të Gimbo, njëri... Vjen Gimbo në shtëpi. Erdhi. Japim derë. Ullet e unë. E hapi vetë të erdhi. Ullë në. Me synimin i qartë, ti. Nuk e di synimin e qartë. E rregullo mikrofonin. Synimin e qartë nuk e di. Me synimin e qartë, sipas teje, unë. Ti shef që unë rrim... Pëlqimin të ty, a? Jo të Po, super. Po da mund të ketë pëlqim, se ta shohë shopin 40 ditë televizor, jo edhe mund të ketë, pëlqimi është e ty. Vazhdojmë tani, edhe mund të ketë. Fol pra, sinqertë, shikot. E li që e ka deklaru vetë, ma ka thonë bo, e ka thonë gjithë. Po pra, po s'vjen nga jashtë. Nga jashtë, ta shullë aty, pa hajde, vazhdojmë. E diti e ta tha? Po duket, moj. Ditën të dytë. A i më theu kurizën në prime, mërë? Që fleti? Në prime këtheu kurizën. Mirë shpirë. Po ditën e Që dytë? du ta shohë unë? Po ditën e dytë? Ditën e dytë, unë s'kam një fare me Gimbon. Ditën e dytë, më merdi ma tha aty. Fut kota. Kjo është puna jote, s'kam... Unë me Gimbon, kër ullem, nuk flasën qa foleti me mirin, ose qa folja unë me mirin. Edhe diskutimi të lavenderia ka qenë, sepse tha, Selin, unë du me të shprej ty mendimin tim, ka qenë diskutimim që varës për haptën se puna jonë. Dhe tha, vetëm du ta qartësoj, jo, puna, sa i, të që unë së themë ty, që më tha Gimbo, që në djetë Gimbo? Pra, e kuptovë, s'ka nevoj. E kuptova, vazhdo. Unë rrim me Gimbon. Po. Ty nuk të pëlqen. Ta kam shpjeguar. Ta shpjegoj prapë desha. Ti vjen dhe më shpjegon mua në aspekt loja. Po? Jo. Si ma ke shpjegu? Janë 3 momente në këtë shtëpi. 3 linja në këtë shtëpi. Është mendimi, veprimi dhe jetesa. Dakor? Se unë ta kam pyet për çfarë me Gimbon, pa e bërë këtë gjën, dhe më kanë thënë, rri se dua të jetoj.